أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن السنة بسنتهم إلى يوم الدين وبعد Allahu në falenderojmë për ti falë dhe ndihmë kërkojmë kanë Allahu subhanahu wa taala udhëzon rrugën e tij të drejtë nuk ka kush e humb ndërsa të cilën e vend humbur nuk ka kush e udhëzon rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhammedit alayhi salatu wassalam familjes së tij pastë, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. Në radhëfort të përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura që këto minuta që do të kalojmë së bashku, Allahu t'i bëjë të bereqeshme, të begashme dhe kur dalim para tij të na peshojnë mbeshorën e veprave të mira. Do të vazhdojmë inshallah taala me pjesën e dytë, ashtu siç e kemi edhe paralajmëruar që ky kapitujve që është gjurmët e shëmtuara të mëkateve, që Ibn Qayyim rahmetullah alej e zgjat këtë kapitull gjatë, edhe kemë qenë gjatë bashkë me këto. Edhe Zotën t'ju them drejtën, me të vërtetë ja vlen mundon ndoshta na pak po ecim edhe shpejt. Këtu diku parafërsisht deri tash sa I kom përgatit jon diku 20 gjurmë, jon më shumë, po në deri te 20 ai kom bogati. Halasëm hi më andej. Do të thonë se cila për këtyre gjurmëve që Ibn Qayyim I ka trajtuar, për këtyre gjurmëve të shëmtuara të mëkateve, du të më jep rëndësi dhe mund dal me I meditu bashkarisht, që nëse ndikush prej neve e gjen veten ta, mu përmisu, me lyp përmisimin, po inshallah Zoti na jep sukses e na mundson me I kuptu këto drejt, me I kuptu këto që me e njoft veten e me pastru veten, e jo se ndonjëherë ka dikush prej neve kanë herë merr informata, apo I merr informatat për me I shfrytzu për të tjerët. E kjo për këtë s'ka ardhur dini Islam. Dini Islam ka ardhur që secili person apo secili individ më marr me veten e tij. Sa Allah subhanahu wa taala para kësaj mi thom drejtën çam ka shti me mendu po thuj se një pjesë të madhe të kësaj dite sot edhe që ato ajete që ka I lexova namaz të akşomit e që ka u bo sebeb është një dietar I madh që besoj shumë për juve e njeni se kem përmend shpesh hoxha I madh miftia I Medines Muhammed Mukhtar Shinqiti hafidhahullah e ka pas dersin sot dosh me datën nëse s'gaboj në 14 apo me datën 12 do të thotë Sheikh Shinqiti ka pas ders në xhamin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka nisë me shpjegu kitabut tauhidin e Muhammed Abdul Wahhabit. Atje në Vahabije e shpjegojnë apo ashtu. Se disa din kur e përmendet Muhammed Abdul Wahhabi u duket që kom pa përmend. Ai alim I madh, ai dietar I madh Muhammed Mukhtar Shinqiti ka nisë me shpjegu librin Kitabut Tauhid në xhamin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe kur erdhë këto ajete që I lexova, një pi ajeteve që e thani porosi të madhe që më ka shtime me ndu të thash një pjesë të madhe të kësaj ditës më kanë sill me të çamnej ka fjalët e hoxhës që I than. E po du me I nda me ju shkurtimisht ato e tani më ju kthy temës tonë. Se hoxha than derisa gjëja më e madhe që Zoti ka më na pyet për ta në ditën e Kiametit tha tauhidi. Allah I s'ka më I pështu as kush prej neve këtij suali. Ka me të pyet Allahu subhanahu wa taala kur Allahu safwatul khalq jon pejgambert. Pejgambert jon të përzgjedhurit e njerëzimit. Kur Allahu ka me I pyet pejgambert në ditën e Kiametit. Hey, ka me I thon pejgamberve për tauhid ka me I pyet. A mendon që te dhon e kena me I pështu? Kena me I pështu këtij suali? Shishaj Allahu që thot në fund të surës Maide, ato që ka lexova në namaz, ke prej surës Maide, faqja e fundit e surës Maide. Edhe është biseda mes Allahut edhe Isës a.s. nesër në ditën e Kiametit. Qa thot? Allah thot, wa idh qala Allahu ja Isa ibn Maryam,
A anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahayni min dunillah. Tha o Isa, i biri Mariemës, jo i biri Zotit. Se këta të krishterët të ngjashmit me ta, çka po thonë tha, i biri i Zotit. Nuk ka hasha lillah. Hasha lillah an yakun lahu walad. I pastër është Allahu pi çdo mete që i nveshet e pi çdo shpifje që i nveshet atij. Fa wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas o Isa i biri Mariemës, tha ati u tha njerëzve ittakhidhuni wa ummi ilahin min dunillah, merrni mua dhe nanën time, merrni për Zot. Qala subhanak, a i pasër tje o Zot ti për kësaj shpifje, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Nuk më takon tha mu me thon atë çka është nuk ka hak jam. In kuntu qultuhu faqad alimta. Tha nëse unë e kum thon, ti e din ato. Se ti qa ti e tha i diturit fshehtës, inneke allamul ghuyub, ma kultu lahum illa ma amartani an i'budullah rabbi wa rabbakum. Tha nuk ju thash kur gjë tjetër veç ata sham ki urdhnuti, adhurojni Zotin e juaj edhe Zotin tim, Zotin tim edhe Zotin e juaj. Wa kuntu alejhim shahidan ma dumtu fihim, edhe më kon dëshmitar i asaj desa më kon mesin e tyre. E kur në ngriti Musa, Allah e ka ngrit Musa a.s. që shtot në ajetin tjetër në surën Maide që e kompleton këtë kuptim, falamma tawaffaytani, se disa e marrin bukfal, disa e janë kop qëto. E Kur'ani nuk kuptohet veç me e kap një pjesë me lo pjesën tjetër. E kur më kibo me vdek, a thonë Musa Isa ka vdek. Bishem ka ndalë do për shëqër Zotit. Jo kona do imam i kena pasë bashkësi islame, nuk po thonë për këtë dreshin e pesë që kena pasë, jo do dreshin që edhe si kuj pejës, po kuj pejës o budal, që o dalë hapta, se s'po të mja përmend emrin që për mërë një vesh kush është. Po ishtë një dhe i vushtris, që ishtë dalë për edheba, dhe aj po thojtë ke Isa o dek. Që kanë thonë arabtët e të juru të kala e shkalihim. Ata zëgjt, apo tanë i ndjekin i kanë gjurnat, dhe më thonë, bin gjurnat, njoni me qava me qava. Plumat me pluma, tjertë me tjertë s'pezgothi, mos të të prej. E kër e verdi kush Kur'anin veç një pjesë dhe len pjesën tjetër, atëra qka kuptimi tjo i mangët. Se këtu në ajet qka thot, falamma tawaffaytani kunta anta alejhim kunta rraqiba alejhim. Thot kur tim ke, këta e kanë marrë bukfalisht, ke bo me vdek mu, po nuk ka për qëllim të vdekja, se Allah qka thot, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin rufja bel rafa Allahu ilej. As se kanë vra, as se kanë kryqëzu, po Allah e kanë ngrit. E na besojmë si musliman, besimi i drejt i muslimanve, pejt parve tonë, gjëshe, babgjëshe, katragjëshe, stërgjëshe, këtë besojmë se Isa a.s. është ngrit. Qysh i takon madhërisë Allahut, qysh e ka ngrit. Gjallë është, vallahi billahi gjallë është. Që kjo besimi e ehli sunetit. Nëse sa nas jem gjallë që tash, qash Isa s'është gjallë. Nëse dikush dyshon në gjallërinë e tij që tash, duhet me dyshuar në gjallërinë e Isa. Sa Allahu ka thonë. Ama e ka një pojën të madhe këto dashurit e mi, mbasaj thot in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk. E nëse ti dinon ata të robtu, wa in taghfir lahum, e ti nëse i fal ata, innaka antal azizul hakim. Ti e do më thonë, ti aziz, i madhrushëm, i madh, i urti absolut. Ki hikmet në punë të uja. Kanë do në falë, kanë do në dënan. Ama këtë këtë dashurit e mi për më ju këthy se i mora 9 minuta jo vjedha, për s'kam qare, për e thonë se vallahi, ma ka prek shumë zemrën edhe mi ka prek fort met fjale e Muhammed Mukhtar Shënkitit. Kush e nje Muhammed Mukhtar Shënkitin, e dim për shkem të folë. Një alim që mëj me thonë pi alimave të pakt kësaj kohën.
E i thej ato fjalë, unë e përmbledh aty diku në nasihat diku 6 minuta, po unë shpejt u mundoha me përmbledh. Parandoj dashuriam kur Allahu e pyet Isajin e birit Meriemës, që është i pastër pej asaj që ju kanë vesh ati, Allahu ka me e pyet, tha, idh qala Allahu ja Isa ibn Maryam, o Isaj biri Meriemës, ati tha njerëzve merrem një Zot mua dhe nonën time. Para me ndo, kur ka me të pyet ty dhe mu Allahu për tauhidin, të të robi jam, am ke adhuru ti mu, am ki lut ti mu, am ki nështru ti mu, para të tauhidit, dashurin tauhidi, nuk i shpëton njerëz në ditën e kiametit, pas Allahut më bo sebeb diçka ma shumë se tauhidi. Para të du me ju jep si këshill, gjithë juve, edhe vetës njëtën ko, lexojini sa të mundeni për tauhid. E sidomos në zemanin tonë, kur kanë nis me arshë rikiatet në forma tuke i klasikës. Ndoshta gjenti sot dikon që adhuron një idhull, po këta ndoshta jonë pak, ama gjenë shumë që adhurojnë idhuj të gjallë. Pasha Allahun po, kur e sheti një person përballë një personi tjetër që ai ndoshta është ndonjë që shpej thojnë VIP, very iblis person, të kajtë, të qarave shapse, po takohet me ekslojtarin. Kur është e besimtari këtë sken, ati që atë të thonë, o Zot faleminderit që më ki bo musliman, se unë nuk kaj për këta. S'po dikon me ma qitë vëlloj për para, su s'kaj, pëse me kajtë. Kush është ajo, është njeri, na nëse kajmë për Allahun. Po, a kanë besimtar? Po kanë besimtari për Allahun, kur e kujton madhninë e Allahut, kur mediton rreth Allahut te bareke ve taala, zemra të mbushet iman, edhe kur të mbushet zemra iman, atëherë patjetër që syri lëton. Edhe ama këto lot të këtij Abdullahi, edhe lot këti tjetëri që adhuron njerëz, këti mushriki, dallimi madh është ata. Zoti na rujtë, na i rujtë vlad tonë, dhuni amin, wallahi se është mu frigu këtë zaman. Idhujtaria bashkohore është e lloj-llojshme. Duke nis tek artistat, futballerat, disa ku dush, Allah i boft rahmet. Parat mësejni tauhidin në radhë parë ju vetë, po mëseja unë edhe fëmijëve. Se ja mësojnë ndështë apit parës klasë dhe mbesa vallahi edhe në para shkollor këndos me pash idol. E idol zbën me pas, që dhe me thonë idol shërik. Idol bën du të me pas, a votan veç kanë, veç Allahun subhanahu wa ta'ala. La shërike la. Nuk ka ortaklak. E do marin për ortak, i marin njerëz me Allahun subhanahu wa ta'ala. Zotin arrujt. Ibn Qayyim i dashurit e mi se kena me fol. Kur fola këto, Ibn Qayyim e trajton. Tash kur fol për gjunat, që thash e trajton gjatë, ma vonë ndoshta mbas një 2 ligjëratave diku, na vjen edhe fol për çështjen e shirkut. Që është pe gjunave ma të mëdhaja. Gjunahi më i madh është shirku. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allahu thot shirkun nuk ja fal askujt, përpas shirkut i fal Allahu këndan. Wallahi robi me dal para Allahut, me dal si muwahhid. Që në kupton muwahhid në kupton si njësues i Allahut në zotim, në adhurim, në emrat dhe atributet dhe cilësitë e tij, pa marrë parasysh çfarë do gjunohi që ka bo, e lehtë është. Se masiri i tij, çka fundi i tij, edhe nëse Zoti na rujt, Zoti e dënon, se kanë mu dënu disa pi muwahhidinëve. Po, ka pas muwahhidin, ka pas besimtarë që kanë me hinë xhenem. Ama masiri i tyre në fundi është xheneti. Edhe nëse hinë xhenem, hinë mu pastru pi mëkateve, se ka me pas njerëz që gjunohet jonë më shumë se sevapet e tyre. Edhe dikush duhet mu dënu. Që shtu thojnë edhe mufesirin, kër i trajtojnë ajetet e dënimit, që Allahu ka kërcënuar në Kur'an me to, thot dikush pa tjetër duhet me dënu. Nuk është pa tjetër që krejt njerëz duhet mu dënu, po dikush duhet, se Allahu kur premton diçka çka e realizon. E tash sa është numri? Po na po thojmë, o Zot, na bën nasibe mu jesër neve, për ndërëve tona, gjithë muslimave me hinë gjennet, pa hesabe, pa azab. Jena ndalë të e 11,
i kena përmend 10 gjurmë të shëmtuar të gjunohut. E 11 thot Ibn al-Qayyim rahmetullahi alej, pasoja e 11 thot është pasoja me frikshmërinë e kryerjes së mëkateve. Pasoja më e frikshme, pasoja më e frikshme e kryerjes së mëkateve është dobësimi i zemrës. Domethënë pi gjurmëve të këqija të mëkateve është se dobësohet zemra e besimtarit. Si rezultat, se mëkatari apo mëkatarit i forcohet dëshira për mëkatin në zemrën e tij dhe i dobësohet dëshira për pendimin tek Zoti i tij. Naudhu billah, kjo është gjendje dashurit e mi, është gjendje shumë e rrezikshme. Zemra dobësohet. Qysh dobësohet? Dobësohet si shkak i mëkateve. Allahu kalon shkak dashurit e mi në dunja, imani, edhe pse unë e them me plot gojë dhe kjo është e njohur për një pjesë të juaj, dikush ka lexuar më gjatë në këta, është diskutim i thellë tek dietarët tek definicioni i imanit. Ama te pjesa e fundit që ehlul hadithi, ulemat e hadithit, edhe një grup i madh i ahlus sunnetit që e kanë përmend, kanë thonë definicioni i imanit çka është: besim me zemër, shqiptim me gjuhë, praktikim me vepër, shtohet me punë të mira dhe paksohet me vepra të këqija. Që kjo definicioni i drejtë i imanit. Disa kanë thonë jo, vepra nuk hin në iman. Këtu ka problematika. Tash kjo mesela e akides që ndoshta ndonjëherë i vjen rendi, kjo problematikë shumë e madhe me nxirr veprën për imanit. Pse çka? Atëherë do më thonë, disa që kanë thonë, që ku kanë mbri, kanë thonë nëse njeri janë tok bi shahadetin, e thot shahadetin. Pas shahadetit, imanin e ti kur gjose dëmton. Që i bjen? Edhe iblisi ka me hinë gjennet. Allah i billoj po. E ka pohu iblisi madhërinë Allahut, jo që ka pohu, po edhe e ka jep edhe shtes kësaj, ka jep edhe një shu'ab min shu'abul iman, edhe një deg për degzimeve të imanit, që e khaf min Allah. Ka thonë, inni e khaf Allah rabbel alemin. Kër eshtin njerim me bo kofër shkajtat, unë i tutë në zotë një të botnave. E ata që i thonë se imani është veç shqiptim me gjuhë, besim me zemër dhe shqiptim me gjuhë, ata dhe iblisi më dojme në eshtin gjennet. Parat vepra shumë më rëndësit dashurit e mi, vepra i dallon besimtarët për jo besimtarëve. Që ata kanë dalë murgjite, gjehmite, kështu më radha, kanë dalë me qudira. Që që kanë thonë, gjehmit kanë thonë, el iman hu l-ma'rifetu billah, veç me njoftë Allahun. E një Allahun u kry. E ke njoftë Allahun me zemër u kry. S'ka nevoj as me shqiptu me go. Kanë dalë murgjit, grupacioni tjetë kanë thonë, jo, s'mjaftan veç me zemër, du të dhe me gjuhë. Ka dalë ahlus sunneti, ka thonë besim me gjuhë, besim me zemër, shqiptim me gjuhë, praktikim me vepër, vërtetim imanit me vepër, shtohet me punë të mira, paksohet me vepra të këqija. Ibn Qayyim i ashtu na tregon thotë, gjunohet e dobësojnë imanin në zemër. E dobësojnë imanin edhe dobësohet zemra e besimtarit. Kur dobësohet zemra e besimtarit, i hub iradja e tij, dëshira e tij. Dëshira për çka? Për vepra të mira. Që ata edhe ki po gjinah qartë. Sa ma shumë bojnë gjinohe, me bo me i thonë, hajde me falë namazin, i do këtë si mja qitë këtë pejen në shpindën e ti. Pse se e kanë ngarku me gjinohe, i s'mundet. Me i ba thonë sot me ratë garen, qysh ka trip, qysh ka gara, sot që u bajtë pej, deri të livadë e adilit që shku të nga. Me bo me i barë një pjesë të madhe që të që shku të livadë e adilit, so bajaki, sa i ka, sa the komandant 20 kilometra, po. 20 kilometra kanë vrapu. Me bo me shku mi thonë aty në hajdeni me falë, ju sabahin, zëti në rrujë se sabahin i që të sfide dhe këta 5 vak namir, besh vak namazat, jo, hajdeni me falë i kindina, akshom një asmoj. A para me ndo, që po thotë së mëj, 20 kilometra ngan, as mundet
jo 20 minuta, 5 minuta s'mundet marrë me falë namazin. Pse? Pse s'munden këta njerëz me falë namazin? Se zemrat e tyre janë dobësu. Nuk po du me i gjyku se Allahu gjyku si tyre, inshallah, po thom, po frigona që është një frigë dhe me madhe, që ndoshta në zemrat e tyre s'ka iman hiq. Pasha Allahun, nuk mundet një zemër e cila ka iman në ta, me ndëgju ezanin, hayya alës salah, hayya alël felah, mos mi u përgjigj. S'ka mundësi. Nuk ka mundësi. Ka pas për i muslimanve të partë hershëm, e kanë marë zvar, e kanë ngresë. Ka mujtë me ndenë kom të veta veç me prezentu namazin me xhamat. E qëka e boni ato? Zvar me arë me falë namazin, e këtë tjetëri 20 kilometra i nga nëse falë namazin, zemrat dashurit e mi. Se njoni kanë zemrën e ti iman, edhe pse trupi ti u lodhë pisë mundjes, po mundet me mbaj trupin e ti në kam, po e mban imani e ti. Imani i ti, thot djalit vetë, qamë, sa pi pleqve kem pas në pi gjyshve tonë, e babgjyshve tonë që në kanë thonë, hajde me babën qamë gjemi me falë namazin. Do shta i ka pas me kolesterole, me sheqerre, me smundjet zemrës, me ku ta diuna, ama namazin e ka falë. Parat Ibnul Qayyimi rahmetullah alejh dashurit e mi, thot pe pasojave më të frikshme është, do më thonë, i kryzve të mëkateve është se dobësimi i zemrës vjen si rezultat të mëkateve që i kanë bo ata në zemrat e tyre që i kanë, edhe i dobësohet dëshira për Zotin. Pasha Allah që kjo shumë e madhe, i dobësohet dëshira për Zotin. Pasha Allah, në ta shoh haram, vallaj kisha mujt me emna me i përmej, po njës që dëshirën për Zotin e kanë zero. Leti këto ka që përdhicat e pejonve, e këva, Allah i ko. Dhe bërësës du të bëqu kom, kër për vedet Allah s'ka levoj bëqu kom. Po, ati kur të bëqu kom, kër e ndinë në zonë, marë në gjemi mu falë. Allah i qotë kom, a falesh jo, a gjeron jo. Mu falë jo, ma gjeru jo. As një vepër të imanit se bënë, dhëtë jam musliman. Qëfar muslimonit e? A petë shpe e shtrëngoj as pe asine, po, Allahi me shto problem. Që të në mi thonë musliman, që as një vepër të islamit se bojnë, mi thonë musliman me që ta, bajag i kogja problem është mi thonë. Tash, pse hoxalartë edhe e bojnë me i njerëz mi afru, me i marë me të mirë, ama jo ka njerëz banë gjithë, se ka dikush do të mi kalzu, ki mu kallë në gjehnem. Po Allah i ki mu kallë në gjehnem nëse zbanë namaz. Aja Allah i ka kërcënum për gjehnem ata që falen, mërë ka thonë, vejlu lil musallin, e ledhina hum ansalatim sahun, në vejl kanë mu gjujt ata të cilët gjatë namazit tyre se në kënë të kujdeshëm. Po ata që të janë falja, Rabbi? فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Pas të mirëve, thot Allahu, erdhen disa të këqij, disa të këqij, adha'u s-salat, këtu ulemat kanë thonë adha'u tarku s-salat, kanë lënë namazin, s'falen. Fasawfa yalqawna ghayya, kanë mujud në gajën, një lloj pillojve xhehenimit, Zoti na rujt. Nuk ka i gara namazit dashur tim. Unë e di që ndoshta dikush tash na ndëgjon, por ju, vallahi e di që ju se keni problem këtë punë. Po këtu dikush na ndëgjon edhe unë pi drejton atij, pasha Allahun, unë kam qef në xhennet me të po. Wallahi kom qef në gjennet krejt njerëzmi po. Ama gjenneti so me qef. Gjenneti o me iman. Gjenneti është me iman. Edhe thirin i njerëz në namaz. Mësejonin namazin. Namazin. Edhe dije që qaj që të thirë për namaz o të doshtë. Wallahi o ka të dënë. Aj po dënë me të po në gjennet. Allahi billahi po. Pastaj Ibnul Qayyimi thot e 12 mëkatet largojnë nga zemra urrejtjen ndaj atyre dhe vjen një moment njeriu i bëhet zakon, i bëhet e zakonshme jeta e tij, do thot me gjunohe, dhe nuk i bëjnë përshtypje gjunohet. Si dhe dhoj ati nuk i vjen rënd as pak nëse të gjithë njerëzit e shikojnë e flasin për ta. Omar Ibnul Qayyim që 700 vjet kidek. Që 700 vjet ka vdek Ibnul Qayyimi. Që ky libri që e ka shkruar para 700 vjetëve e ka shkruar këtë libër.
Po mdoket me këtë pikën e 12 si me pa fol për do njerëz që na i ngjohim. Sa për njerëzve i shohim sot që mëkatet as që mend i shkon mi ury mëkatet. O mi shëru me mëkatet. Ju kanë bo pjesë e jetës mëkatet. Edhe gajle se ka kur i bën ato mëkate ku do ko vetëm publik. O dashurit e mi, pash Allahun, ndalën i këto kena me përmend në dersin e arshëm sot një javë, inshallah ta'ala, nëse na gjallësh ndash për vdekjen e Omerit. Wallahi ish ato e përgatit dersin. Thonë i komadet që shtu ka jo për pare i përgatiti. Se thëmë zdi qka del. Wallahi billahi të e përgatit e tani të dale komadet unë e del në Horomoqa me hecë andejna e mora pendigojnë një hoqë të madhë në botën arabe folke për vdekjen e Omer radiallahu anhu. Këshhajt mos pëndigjojnë dë një dobi e përmendi një rast të madhë la ilaha illallah pa thash subhanallah po na lidhet me temën tonë. Po du me folë për ato vajza e ato motrat tona që po na dalin në për TikTok-a, në për rrjetet sociale që vallahi si vjen mbarë me qitë gjithë shkan to. Ajo a ka me katë më të madh se njeri me qitë trupin e ti me ekspozu para të tjerëve. Qikat e reja sot garojnë kush për i qëtë asetet në për rrjetet sociale për me marrë lajka ma shumë me kuta diune. Andëgjë këto që ka ndodhë me nanën e besimtarëve, me Aishën radiallahu anha, Omeri i madh, kur i ka ardhur momentumi me jep shpirtin, po i thot djalit vet Abdullah ibn Omerit, po thot djalit babës, shko te Aisha radiallahu anha, mos i thuj po thot prisi i besimtarëve, po thot po kërkon Omer ibn al-Khattabi prej teje, mi jep leje mu vëros afër dy shokëve të vet, afër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe Ebu Bekrit, babës Aishës, burit edhe babës. Ama ç'është kjo shaj që do me përmend? Shaj do tash. Ajo që do me përmend është tash. Thot Aisha, prej asaj dite që është dvoros Omeri mbrenda, kur nuk jom hi pa shami. Më dhome ka pas mes krevetit Aishës, edhe vorit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe vorit babës vet Ebu Bekrit, edhe Omerit, veç një perdhe e ka pas Aisha. E ka pas krevet, që jo ku në dhome Aishës, alton. Që dhoma e Aishës, radiallahu anha. Thot, kër hi në dhomë, kur se më hi pa shami. Deri sa u koni varosëm, pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe baba, këndajt pa shami. Se i lejohet fetarisht, një vajzë zmbulum, i lejohet para babes edhe para burit, i lejohet me ndajt pa shami. Që në mos para burit, asë që diskutohet, edhe para babes. Ama kur u varos Omeri, tha vike turp, me hek shamin se është një njeri hujtash aty. O, mare Aishe, me i pot do bijat muslimanëve sot, që pi degmive as që bohet, as që diskutohet që kanë turp, ato s'kanë turp pi gjallëve. Wallahi billahi, pasha Allahun se pe përsëris shpesh këto pe tham, po pi frigës të madhe o dashurit e mi, qaq bele e madhe është dëbo. Zemoni o mëllove, zemoni beleve. Më frigu pasha Allahun shumë. Nuk di. Vesh frigona që duke u bazun disa hadithet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që Imam Buhari në Kitabul Fitan i ka përmend, ka thonë se cili zemon që vjen zemoni tjetër vjen edhe ma i keq. Po tutna që edhe daha mazi ko me pas lëkurësi. Ama bëj me thonë dështa me plot goç që nuk besoj që ka pas lëkurësi më të madhe se den që të koçi ka. Wallahi edhe gratë e mushrikinëve janë dalë më të mlume përpara. E keni pa një video apo një foto në rrjetet sociale, dikon Amerika që domethënë tu jep gjop polici pse ka dalë në plazh me bikini. A keni pa se keni pa? Kjo ka ndodhur para më pak se 100 vjet. Tash 60 deri në 67 deri në 74-ën. Që ky ligj von. Që ky ligj në Itali po e thotë ky vëllau ata. Para mendo tash o i dashur jam. Para mendo. E te musliman?
ajo Fatimja, Fatime të bintu Muhammed, që e konë përmendë dhe e përmendë, du me përmendë, kur i ka ardhur momentumi me e shpirtin, i ka thonë Alis radiallahu anhu, burit vetë, o buri jam, ka thonë, kur të vdes, e kur të më qefinosni, më bëni gati, më qitni në tabut me marë, me më qitë me ma falë gjenazën, më baron ma dhe një sandek tjetër, mbula ma trupin që mos të ma shohin muslimon trupin. Fatimi e ka pas gajle e vdek me mos mi u pa trupi. Sot do të gjallë Allah i boft rahmet edhe pare paguin për mi u pa trupi. Blen fistona e kutadione, Allah i boft rahmet auton. Ka hum turpi. Zotin e kthef turpin, e turpi është për qkafit? Pe imanit është turpi. Pejgamberi s.a.s. thot, el haja'u min el iman. El haja'u min el iman, turpi o pe imanit. Allahu na i dhasht neve turpe, na i dhasht grave tona, e qikave tona, thuni amin. E sidomos ju që i keni qika. E vjetë, që tash nuk po du me bo se ndi këto feministet me njerën gjuhën si qavat, gjuhën qavat. Nuk po thab edhe djallit du me pas turp. Vallaj se nave që këshirim qike, jo, edhe djallit du me pas turp. Si qika që du me pas turp, edhe djallit du me koni turpshëm. Pse? Për me marë të turpshmen dush me koni turpshëm. E tajjibun e li tajjibet, thëtë Allahu, të mirët për të mira. Allahu na i rujt evlat, ja Rabbel Alamin. Pastaj, subhanallah, që ta shka e një qështje tjetër, qka e përmend Ibn Qayyim rahmetullahi alej, që është për qështjeve edhe kjo të mëdha. E përmend një hadith në lidhje me këtë që mëkatet nuk i uren robi, edhe i bohën ato normal, si i boni vetëm, si i boni haptas, deri sa kopja aty edhe në këto, edhe kjo përzente që u përmend në hadith. Në shoqërinë tonë për fat keq, gjengë si njerëz. Qa thot pejgamberi s.a.s. thot, kullu ummeti muafa, ila al-mujahirin. Thot pejgamberi s.a.s. gjithë ummetin tim do ta fal. Ky hadith kutsi është hadith i cili gjendet në koleksionin Imam Buhariut. Hadithi gjendet në koleksionin Imam Buhariut edhe të Muslimit. Thot Allahu, këtë ummeti do të falet. Falem, thot pejgamberi s.a.s. Këtë ummeti im do të falet. Këtë ummeti im do të falet. Përveç se kuj? Përveç atyre që i shfaqin mëkatet. Mëkatet na këtë bujmë, edhe hoxha që po folë, edhe ti që më ndëgjon, nuk ka. Këtë bujmë në mëkatet. Këtë bujmë mëkatet. Ama tha, këtë ummetin tim do të falë Allahu, përveç atyre që i shfaqin mëkatet të tyre. Në të vërtet, zbulimi mëkateve, është kur dikush sa të bën, çka me e zbulun mëkatet, kur dikush e bën një mëkat natën, e Allahu ja ka mbuluat mëkat. Ka bo natën mëkat, i ka bo gjina Allahut. Allahu ja ka mbulu, kur vjen dita, e shfaq ata. Ata jep një formë të shfaqjes mëkateve, ka djemtëri për fat keq, të cilët bojnë gjunahe të caktume. Zotin na rujt, Allahu na i rujt e vlat për imoralitetit, neve dhe vlat tonë. Bën imoralitet natë, se ka pa kërkush hiç. Kur del nesër në kafe, kajtë shokëve i kalzën. Që kështë? Ai tjetri, ka pi raki atje. Ka pi raki. Se ka pa kërkush. Kur del në kafe, ai kom pi prom të natën, që këmbo. Ani, qëk. E kështu me radhë do të thotë për shfaqja e mëkateve. O dashurit e mi, ulemat kanë thonë, edhe nëse shkon edhe te një dietar shkon, te një hoxh për mu konsultu me ta, nuk guxon me i shfaq mëkatet illa nëse po tjetër është e nevojshme me ia shfaq një mëkat për me boj ilaç që tu bo për ndryshe zban as hoxhi zban me kallzu. Belem ka thonë nëse e pyet telmihan autan, ja pyet të ja cilë ona shautan. Ose shkan për, o që kam një halë, një shok jemi ka ardha, autan, të shkom i thonë.
Një vëlla musliman, a je vëlla musliman po? Ka ndodhë qështu, me jo s'pa mundet marrë dhe po kam qef me e përcimje. E të kuptu. Me katet mi mbyll dashurit e mi mbajt veç për veti. Pastaj, e 13 thot mëkatet janë shkak i poshtrimit njeriu tek Allahu dhe i pavlefshëm i pavlefshmërisë së tij në sytë e krijuesit. Mëkatet janë shkak i poshtrimit të njeriu tek Allahu dhe i pavlefshmërisë, bëhet i pavlerë në sytë e Allahu subhanahu wa taala. Wallahi është gjendjerun. La samah Allah, Zoti mos e dhosht me qenë në të pavlerë të Allahu subhanahu wa taala. Ai që është i pavlefshëm të Allahu, vallahi nesër ditë e kiametit e gjun Allahun në xhehenem dhe as gajle se ka. Gajle se ka. E 14 thotë njeriu vazhdon me kryerjen e mëkateve derisa në zemrën e tij këto mëkate bëhen të pa llogaritshme. Eron kjo. Thot vazhdon njeriu, vazhdon në kryerjen e mëkateve derisa në zemrën e tij këto mëkate bën të pa llogaritshme. Si llogarit mëkate? E nërsa që kanë thonë prej selefit, tash e përmend këtë burr të madh prej muslimave të parë të hershëm që Imam Bukhari në Sahihun e tij ka përmend an Ibn Mas'udin qal innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa alayhi. Çish ka thot Abdullah ibn Mas'udi këtë fjalë të madhe pasha Allahun ndëgjë. Thot Ibn Mas'udi besimtari i vërtet i shën mëkatet e veta sikurse ajo është i ulur në një kodër duke u friksu sa ajo kodër po do mi ra për sipër. Ja Allah, veç dalu që ta përjetojmë. Para mendoj që ashtë i veten, je ndër një kodër edhe je të e pa kodërën që ajo po do me të ra. A tutësh, as tutësh. Qështu besimtari e ndjen mëkatin. Ndërsa çka thot, i keqi, mëkatari, ishe mëkatet e veta sikur se një mijë që i kalon nga hunda, ai ja bën thot me dorë, thot ka bë transmetuesi që transmeton pe Abdullah ibn Mas'udin, thot ka bë Abdullah ibn Mas'udi me dorë kështu. E ka pa miza kur jetën, e ka pa miza sot bezdish me dorë që i largojmë na. Çështo është mëkat. Vallahi çështo janë disa thon. Allahu na rujt për kësaj gjendje. E 15 thot e keqja e mëkateve kalon dhe te njerëzit të tjerë dhe të kafshët. E keqja e mëkateve kalon edhe te njerëzit e tjerë dhe të kafshët. Ndikon mëkati edhe te evladin audhu billah. Pasha Allahun po. Mëkati i babës ndikon te evladi, edhe mëkati i evladit ndikon te familja. Pasha Allah, bo që ata du të mi eduku fëmit, sikur se Alija radiallahu anhu, o kom e marë Ali. A din që në shpinë Alis radiallahu anhu dashurit e mi, kur hiqi 24 orë, që shpithoj 24/7, apo? 24/7 ka pas dikur shtu falë. Ka në transmitim, marveshje Alija radiallahu anhu me familjarët e vetë. Në shpitë tonë, gjda herë du të me kote dikur shtu falë. Allah, kërë farë marveshje. Marveshje imanore, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, mundimun punë të mira dhe ndëvshmëri. Shahadat e Buhreira radiallahu anhu thot kështu, me të vërtet thot Zogj thot në folen e tij e tyre ngordhin prej padrejtësisë të një zullumçarit, një padrejti. La ilaha illallah. Edhe zogj në folen atje ngordhin si shkak i zullumit zullumçarit. Që ta me katar dashurit e mi, ju e dini tërgimin e Musës a.s. që është tërgimi brillant. Ja u ka ndalë Allahu shion në kohën e Musës a.s. Edhe Musa a.s. si Nebijullah, si pejgamberi Allahut, që i ka folë Allahu me fjali, ka folë Musës, Kelimullah i kanë thonë Musës a.s.
I ka marrë kelimullahi popullin dhe jo ndalë edhe kështu pi sunnetit salatul istisqa me lypshi jo ndalë ledin pyet del Musa imam e po lutet me këtë populli janë ndalë bashkë me Musën për i lutën Allahut për shi për i lypin Allahut s'pa për shi dikur Allah për i folë Musës dhe o ja Musa thot në mesin e juj është një gjunahqar në mesin e juj është një mëkatar që po më bën gjunahe që 40 vjet 40 vjet gjunahe për sebeb tia u këndal shion po pëndua i s'ka shi deri sa e nisi tha Musa me mi menja mu shumë marone aj tha i thash ja Rabbi mos jamone tha jo sasjeti tha dikur tha po prit se Musa dol edhe ju foli populli than mesin e juj është një rob për robëve të Allahut që 40 vite o ka i bën gjuna Allahut po pëndu ti o i shkret tha po pëndu ti s'ka shi pëndu të Allahu kër nditi aj robi Allahut ju prek zemra e ti edhe kërkoj falet të Allahu dhe u pëndu hala po pëndu mirë pa e qitë pëndesen aj rob Allahu e zbriti sheun kër e zbriti sheun Allahu subhanahu wa ta'ala Musa u gëzu pejthat Allahu tha ja Rabbi cili është aj Rabbi joti tha ja Musa tha 40 vjetë më ka bo gjinohe e s'ja kom qplu gjinohet mja qplu tashun e gjinohin ati mbasi u pendua tha ja Musa jo qërë Allah subhanahu wa ta'ala wallahi nuk kime gjetë ma të më shirëshëm sa Allah subhanahu wa ta'ala tha 40 vjetë më ka bo gjina ja kom blu gjinohin tash kur u pendu ti po lyp me marrë vesh kush është aja jo wallahi tha jo para të dashurit e mi mëkatet e 16 ato që kaktojnë për buzje kë është një fakt i vërtet sepse krenaria qa bobo se po më tut kur po qosh në kom qilu tuc mëkatet ta shkaktojnë për buzje kë është një fakt i vërtet sepse krenaria qëndron vetëm në bindjen ndaj Allahut Allahu thot men kana yuridu al-izzata falillahi izzatu jami'a thot kush e dëshiron krenarin le ta di thot Allahu se e tër krenaria i takon Allahut sa e madhe është kjo dashurit e mi me që të fjallë po du me e përmbyll edhe me e ndal se kalun 43 minuta Ibn Kaimi të dash me e komentu që është din Ibn Kaimi bukur mi komentu bukur qështje të shkort kjart e i thot fa yatlubuha bi ta'ati Allahi fa innehu la yajiduha illa fi ta'ati qëfar fjallë e madhe po thot Ibn Kaimi tek ajeti kush dëshiron krenarin le ta di se krenaria e tëra i takon Allah subhanahu wa ta'ala thot atër Ibn Kaimi Allahu sikur se përdo me na thonë këtë ajet atër thot le ta të kërkon në robi krenarin e Zotit ti që me qenë krenon këtë bot duke ju bind ndaj Allahut sepse nuk do ta gjej atë vetë se në bindjen ndaj ti që qëto problemi i muslimanëve sot qëto pikër sa shumë musliman të zamonit ton e kërkojnë krenarin të zjarë të kota Allahu po thot men yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'an kush e don krenarin don me të krenar me në dynja në ahiret le ta di se tër krenaria takon Allahut i takon në bindjen ndaj tij po thot Ibn Kaimi kush don me kërku krenarin le ta kërkon krenarin në bindjen ndaj Allahut në ta'a në adhurime në nështrushmëri, namazit dashurit e mi, agjerimi, leximi i Kur'anit, nxënja e dijes që kjo shka ju në të e bo, sa dhe dhune bashkarisht me ju. Ne në anë me nxën dijes to. Edhe unë shpo flas. Wallahi billahi unë e lësë Allahu se qëllimi i parsori i këtë në ligjerat me mësune i pari. Vetë. Tani mu mundu që ata që e po mësum ju ka dhu, unë për veti u kënaqem me Ibn Kaimin. Inshallah dhe unë e du kënaq.
Wallahi kanë herë bilen po mëdhimen që të pika se po i bi shpejt. Se po ato dy të para të ndalen pak më shumë, gati 30 minuta në shkoj. Me a jep hakin që duhet, vallahi që shtu shku, po tani tut na jo lodheni, bëhet ky libër 5 vjet, po tani thotë ky lebu se ky na televizoni thotë një herë 5 vjet ka i libër e kryn kë. Se na qëllimin që kjo është kanë disa prej neve Zoti na fal, ne e këshyrim sasin. Për fat keq, shumë prej neve e lyp sasin. Se këshyr do më thonë, çka nuk e këshyr kualitetin e saj. O, më në cjo kualiteti, o laj dosh. Qatë Muhammed Mukhtar është në kitin, që e përmenda, gati 7 vjetë para fërësisht kom nejtë Medine. Muat të Imam Malikut, e kom përcil bajagi për i shekit, po se kom bri me kry kejt, edhe Allah se ka kry. El ilmu, që shka thënë Imam Shafi rahmetullah alej, bitullu zaman, gato zata. Na me 45 minuta ligjerat, si të bën 46, na e zgati. Atash aty Gjermania me kon këtë lujt. Falen se di që e dini, por Gjermania me kon, ha? Kokariko. Me kokarikon. Po me kokarikon. 90 minuta, sa problem kokariko? 90 minuta me këshyr basket, ja 90 s'ka, pa ako basket, ja s'ka 90. Po s'ka dhe 90. E këshyr s'ka gajle. Formula s'ka gajle 2 saat. Ligjerat, 5 minuta ma shumë, dhe zgati. Thushte e shtina gjina. A pasha Allah që është një. Për fund të edhe mi unë nëzit për ligjeratës është ardhë Allah orë zemoni, që shfar zemoni ka ardhë? Ka ardhë zemon mi i thonë dikuj, pasha Allah në hajde ligjerat. A që shka i ben mi i thonë hajde dikuj në ligjerat, e aj me bo mës me ardhë, aj është që me refuzu, s'po du me ardhë, të Allahu subhanahu wa ta'ala. Se ligjeratat, ku ka ligjeratat, çka janë me gjelisu dhikrullah janë, vende ku përmendet Allahu. A ka në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A te u kalzoj shpejt hadithin që është hadithi këshëm që e dini e keni ndëgju. Thot inna lillahi malaikatun yatufuna fi turuq. Ka Allahu malaike, se dini punë të malaikave janë lloj-llojshme. Po çto malaike që janë përmend këtë hadith, thot Allahu ka malaike që dalin në për rrugë. Yaltamisuna ahla dhikr, i lypin ata që bëjnë përmendin Allah. Ne aty përmend Allah, çora që 47 minuta unë të fol, ka dhon Allah, ka dhon pejgamberi, po. Tha kur i gjejnë thot ata që përmendin Allah, i thirrin me lajke të tjerë, thonë, hajdeni thot ato çapë lypnin e kena gjet. E rrethoi thot mejlisin e tyre me krahururt, e tyre deri në arshin e Allahut subhanahu wa taala. Edhe pse Allahu e di çka po bëhet aty, Allah i pyet thot, pse ju mbledh robët e mi? Thot që mbledh reja Rabbi me të përmend ty, me të madhru ty. Allahu unë herë e bën pyetjen, thot, am kanë pa mu? E këtë thënë, ja Rabbi, s'të kanë pa ty. Allahu thot, po sikur se kishin me mpa, qa kishin me bo? Thot, kishin me të madhru dhe ma shumë ja Rabbi. Atër Allahu thot, qka po lypin këta? Dhe pse edhim? Gjennetim, pse ardi do e arë që e hoqër nësi bukur, a usoni, bukur jam pak i bukur jam. Ha, po, jo. Që si arë me pa mu, se ka shumë ma bukur shka me pa mu, thot. Dikush është nusën e vetë që e ka, dikush është simpatinë e vetë, tani të dashuruvt, me pasë të narujt fa fotografie, pësa sa të ke këtu e këshyrë. Ama pse e arë në ligjerati? E arë me njoftë Allah subhanahu wa ta'ala, kur e një Allah, pse do me njoftë Allah? Ma adhuru Allah, e kush adhuron Allah, që ka bëhet mas? Gjenneti, insha Allah ta'ala. Gjennetit ka pruty që to. Edhe frika për gjennemit. Tha qka po lypin gjennetit, e kanë po, tha se kanë po. Po me po, tha, kishin me bo tha punë dhe ma shumë për me hinë to. Pishkavit tha po kërkojnë mbrojtje, tha pizjarmi gjehenemit. E kanë po tha gjehenemin, se kanë po tha gjehenemin. Po tha kishin me po gjehenemin, që kishin me po tha kishin me ututë dhe shumë ma shumë për ti. Atër Allahu që tha, tashhidu ja malaiketi, tha dëshmani o melaqet e mija, so në këti fole ata. Një për me lajkeve, thot, ja Rabbi, thot, palmesin e ty në është filoni, so ardhet përmenti, po i ka ra rruga u që aty. Tha, humul gjulasa, tha, ata janë olsa që kur t'ullet dikush, me ta së në ndryshon gjendin e tyne. Kur gjohë mësë mësash për ligjerat, o i do shur jam. As ki mërë ti dhe unë e gjynohe, ati sa gjynohe di këna mërë, unë e 43 vjetë tash i bëj. Kërsa gjynohe një këmë Allah. Pasha Allah, një betonan Allah, subhanu wa ta'ala, mësë me pas obligim. Mësë me pas obligim. Me bot të bligë dinin e Zotit, me omësu, se ta shina hinë këtë rrugë. Me këthy në 2006, me këthy kërë më shku në Damas me mësu arabisht, a peti shë shku me mësu arabisht, a ma hoqja isha bo, zdi,
S'po thom jo për mos me ngjall pesimizëm të hoxhallar të ri se na vyn hoxhallar. Për të si më shumë Allah do shumë. Po tash do t'i na ka sprovu. Jena hin këto duhet me çu diçu deri në fund mos më korrit. Ama ka herë çashi vjen bare mu ul çtu me fol. Kur unë e një vetën sa gjunat ja kom bo Allahut. Kur e një vetën e di që unë nuk jam mëritor me fol për fenë Allah subhanahu wa taala. Pasha Allah unë kom thonë edhe për mbylli. Me i ngjall Allah, me na i ringjall që tash 4 imam të mëdhej, Ebu Hanifën, Imam Malikin, Imam Shafiun, Imam Ahmedin, për veti po flas. Wallahi shatu që të dera e xhamisë kishin lënë më ul. E jo me thonë jam talebe i ati i këti. Ama juve i lumë, se jo përveç hoqës që po në ndëron Allah e ndëroft e po jep shembull modest që vjen ndërs për tënë më orë, hoqëja po vjen ndërs, me ndigu një hoqë jo, ma e pak i ditur se ke. Bon sabër vjen me mu me ndigu këto, ju tjerë as njoni që të zdini arabisht. Po flasaj në gjënë, ndoshta ndukon që se një mundet me ditë. Ama së të me thonë me ditë arabisht. Po e dëni Allah subhanahu wa taala, s'fe një arë, e kjo shumë e madhe. Allah në të po punë të madhe, pasha Allah po. Unë e këmë thonë disa herë, ajo roga aty në bashkësi islame, edhe në hoxha, si mbajtëm ligjeratës, si mbajtëm njëjtë e marim. Se i pari janë, në i me thëtë një tërnava ka që lutë gjëmert. Sa i ndale, e të si tu valla me në ndalë. Kur së bëjmë ligjeratë, i tu me në ndalë, se aty kërë në shkrujt kontratën, tha imam, khatib, muallim. E du të me i kry këto dhe tyra. Po Zotin a falte në drejtoft e juve, Allah ja ushtoft kujdesin për balë dhikreve, për balë me gjliseve ku përmendet Allah, mos e leni, keni me lypë që tu pasha Allahun nesëm ditën e kiamit. Për betonën Allah subhanahu wa taala duke e ditë që kam të thonë. Pasha Allahun s'di kur është kiameti për mua për ty. Se nuk e dim kur ndodhë. Ama kush dëvdek që shtë të pejgamber sotën, tha ka të kamet kiametu, ju ka bu kiameti. E kur kime dekti edhe one, kime marrë bashkë, pëse që më shku në ligjerat. Pëse që më shku mu, që shto minuta, 52 minuta, vallahi, billahi, nëse arë lilla për Allahun, kanë me konë shumë të mdoja nesën ditën e kiametit. Kanë më të shkru e unë e lusë Allahun, edhe për në fund po e bëj këtë lutje për vetën edhe për ju, po thamë, o Zot, mos le as njonin për neve, hala pa u qupi këti vendi, veç që me gjunat falura. Ja Rab, na pasopi me kateve. Na falë gjunat tona, na i falë prindërit tonë, na udhëza neve, na i udhëza familjet tona. Ja Rabbi, ti e dëshmitarëm në pamundësin tonë, në përtacin tonë, në dopsin tonë për balë e vladve. Ja Rabbi, ti e dëshmitarë se ne dojmë dinin tëndë, po ti lojmë amanet e vlad tonë, që ti me i marë përsi për me u bo dashur dinin tënda të ne, ja Rabbi. Me i bo pishtar të vërtetës, me i bo djem e qika me na i bo ulema, me na i bo mujahida, me na i bo djetari, ja Rabbel Alemin. Thoni amin. Allahu na bashkoft në gjennet, edhe njerë aty kërë kem qëllu për mirësive të Zotit. Ku kem gabu për me dhe shejtani, javën tjetër takon me këna vdekja e Omerit, radiallahu anhu. Allah është përblef. Salam alaikum.